në hallë. Po ka një arsye madhore prapa kësaj që ne shikojmë. Dhe kjo vjet let edhe në jetën tona. Po të mendojmë pak. Po të kur jemi brenda një situate nuk e kuptojmë, por Zoti shikon përtej kësaj situate. Dhe lejon atë që ne po kalojmë për një arsye më të mirë. Ne në përditshmërinë tonë kemi atë shprehje që e cilësojmë dikë si njëri i pjekur. Shiko ai djala po vajzë e mirë, shiko se shpekam në tokë. Kështu themi, pastaj themi, është i vuajtur prandaj. Domethënë vuajtjet në të kaluarën e kam pjekur dhe kam bërë njëri që ne vlerësojmë si të mirë, si me vlera. Pra s'kan qenë të këqija. Për shembull, një hekur që të bëhet i fortë, ja e di punon me hekur, duhet të temperohet. Po që të temperohet, do të futet një furnal shumë me temperaturë të lartë. Edhe pastaj i del shumë i fortë. Ja të kthehemi pasazhin tonë, shkojmë varet nga 2 deri në 4. A keni menduar ndonjëherë se çdo gjë që po kaloni, në të vërtetë është përgatitje nga Zoti për përgjigjen ndaj lutjeve tuaja? Ne lutemi Zotit për gjëra të mëdha, ne lutemi për bekime, për dyshime, që të na hapen dyert. Por shpesh harrojmë që Zoti nuk thot gjithmonë po në mënyrë të menjëhershme. Ai thot shpesh po, por le të përgatisim përpara. Bekimi nuk jepet pa përgatitje. Dhe përgatitja shpesh duket si vështirësi. Madje është e vështirë shpesh. Mendoni një prim që nuk i jep fëmijës qesën e makinës pa e mësuar më parë ta ngas makinën. Kështu dhe Zoti nuk do na japë diçka që ne nuk mund ta mbajmë ende. Ai na do shumë që për të na dhënë diçka që do të na dëmtonte. Për shkak të papjekurisë tonë. Romakët 8:25 thotë, por nëse shpresojmë për atë që nuk e shohim, e presim me durim. Shumë herë përgatitja nga Zoti vjen në formë vështirësive. Mendoj, ne lutemi për durim, dhe Zoti na vendos në një kopritje. Lutemi për forcë, dhe Zoti na vendos në një situatë betejë që ne nuk e prisim. Lutim për një marrëdhënie të shëndetshme me njëri tjetrin, dhe Zoti na mëson se si të duam edhe në kohë të vështira, dhe atëherë kur duket e pamundur. Jakobi te vargjet 2 dhe 3 thotë, konsiderojini gëzim të pastër kur përballeni me sprova, sepse ato prodhojnë këmbgulje, është një përkthim, durim është një përkthim, qëndrueshmëri është një përkthim tjetër. Dhe ne kemi shembull nga Bibla që na mësojnë këto gjëra. Të gjithë këta që mund të përmendën poshtë, kaluan në një proces. Zoti gjithmonë përgatit përpara se të bekojë. Jozefi pa ëndra për madhështi, por përpara që se sfundonte, u tradhtua në burgos. Jeta e tij ishte e lehtë. Davidi u vajosi mbret, por më parë ai kaloi vite në shkëlqyer për mjekin në luftë. Mojsiu u thirr për të shkuar Izraelin në lirim. Por më parë do të kalonte 40 vite në shkëlqyer të mësuar për mësim. Pra procesi i Zotit ka një qëllim. Nuk është gjithmonë e lehtë. Ka ditë që ndihemi të lodhur, të lënë pas dore, të harruar, po mendoni që Zoti në sfidat që ne kalojmë po na formon. Mendo për pikullimin që po kalojmë. Zoti po mëson të duhesh me meçuri. Mendo për një punë që nuk të pëlqen. Ndoshta po ndërton karakterin. Ke një pritje të gjatë, ndoshta po të rrit besimin. Ke disa dyrë ose një derë që po të mbyllet, ndoshta po të rindërton drejt diçka më të mirë. Romakët 8, vargu 28 pari shkruan, dhe ne e dimë se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë, për ata që e duan Perëndin, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të Tij.
Pra Perëndia punon në të gjitha gjërat për të mirën e atyre që hetuan. Unë nuk e di saktësisht çfarë ti e duke u lutur Zotit, por unë di që ai po të përgatit për atë që ke kërkuar. Dhe kur të vi koha, asgjë nuk mund të ndalë bekimin e Perëndisë për ty. Andaj mos u dorëzo, sepse Zoti po të përgatit edhe nëse je përmes një sprove të caktuar. Habakuku 2:3 thotë, edhe nëse vonohet, pritet, ai me siguri do të vijë dhe nuk do të vonojë. Çfarë na mëson kjo? Po mos ta shikojmë procesin si ndëshkim. Dhe nëse je në mes të këtij procesi, mos e lësho besimin. Shikoj si dëshmi që Zoti është me ty, duke të përgatitur dhe jo duke të harruar. Durimi yt, besimi yt dhe këmbgurja jote janë pjesë e këtij rrugtimi drejt premtimit që Perëndia ka për ty. Së dyti kemi vargjet 5 dhe 8. Dhe na tregohet për një person që është me dy mendje. E keni mirë ndonjëherë se kur po tërhiqeni nga dy drejtime, nga njëra mendja thotë bëj këtë, dhe nga ana tjetër thotë jo, bëj atë gjë tjetër. Apo ndoshta mendja ju thotë shko drejt Zotit, por nga ana tjetër po ja dhe këto shijet e botës të mira dhe ato na tërheqin. Bibla e përshkruan të gjendje si mendje dyfishtë. Jakobi 1:8 thotë, një njeri me dy mendje është i paqëndrueshëm në të gjitha rrugët e tij. Pamja që jep ku është si një val deti. Kështu është përshkrimi që jep Jakobi. Që tundet ngrihet vazhdimisht dhe shkon nga frynera dhe përplas. Ashtu si një val që qëndron kurrë në vend, edhe zemra jonë bëhet e paqëndrueshme kur jemi me dy mendje. Kemi dëshirë të Perëndinë, por njëkohësisht edhe për botën. Duam të jetojmë sipas fjalës së Tij, por kemi të vështirë të heqim dorë nga mëkatet tona. Dhe kjo na rrezon shpirtërisht. Dhe kjo është e rrezikshme. Pse është e rrezikshme të jesh me dy mendje? Sepse mungesa e vendosmërisë në besim nuk është thjesht një ndjenjë bezdishme. Ajo shkatron jetën tonë shpirtërore. E bën jetën tonë të lëkundur, të pasigurt dhe plot dyshime. Vendimet që ne marrim në këtë gjendje zakonisht nuk janë të drejta. Ne fillojmë të dyshojmë në fjalën e Zotit, në drejtimin e Tij në jetën tonë, edhe në vetëm në mirësinë e Perëndisë. Pra ti jesh me dy mendje është si të kesh një telefon dhe të hapësh dy aplikacione njëkohësisht mbi njëra tjetrën dhe fillon telefoni nga ngadalësohet. Po kjo nuk funksionon. Ashtu edhe ne ngadalësohemi në rrugën tonë me Zotin. Ose ja kemi çunat futbollistët. Si një futbollist që është përpara portës që nuk e di nëse të pasoj apo të godas portën. Ai ndalon për një sekond, heziton dhe ndërkohë mbrojtësi merr topin. Pasiguria i kushton gorin. Edhe ishte një njeri me dy mendje, humb mundësinë, sepse nuk vendos në kohën e duhur. Shembull nga Bibla na mësojnë shumë për dy mundësinë. Kujtoni Rubeni, ju udhëheqsi dobët për shkak të paqëndrueshmërisë. Rubeni ishte djali i parë i Jakobit. Ai duhet të ishte shembull për vëllezërit e tij, por ishte i paqëndrueshëm dhe kreu mëkate të mëdha, përfshin immoralitetin me konkubinën e babait të tij. Po kur Jozefi u hodh në një grop nga vëllezërit, Rubeni propozoi të mos e vrisnin, por u largua dhe kur u kthye, gjeti gropën bosh. Po ku ishte kur duhet të merrte përgjegjësi, djali i madh? Në jetën e përditshme kjo është si një prind që këshillon fëmijën që mos të bëjë diçka, por ndërkohë që nuk qëndron aty dhe ikën, dhe fëmia vën çfarë do vet. Dhe rezultati gjithmonë të shtinë. Rubeni, që shumë prej nesh e donte të drejtën, por nuk ishte i vendosur ta çonte deri në fund. Dhe Jakobi më fone për shkruan Rubenin i paqëndrueshëm si ujë,
se na filla 49 për avokat. Ashtu si e vot që djerë dhe sa po e prek, edhe Rubeni nuk ishte themele. Të kujtojnë Samsonin, forcë të madhe, por dobësi të brendshme. Samsoni ishte njëri veçantë i bekuar nga Perëndia me një forcë mbi natyrore. Por ai kishte një dobësi, kishte epshin. Ai jetonte Zotin, por nuk mund të qëndronte larg mëkatit. Kur fëmijët luajnë me zjarrin, edhe nëse nuk digje me një rrezik është i madh. Dhe Samsoni flirtonte me rrezikun. E njëjta gjë ndodh kur ne tolerojmë mëkatin. Ai dashuroi Delilën, si mund ta quajmë shqip, e cila më në fund e tradhoi dhe humbi gjithçka, forcën sy të lirim. Edhe në fund i kërkoi permis për forcë, për një akt të fundit, por edhe në atë bëri paramarrje dhe jo për lavdinë e Perëndisë. Samsoni ishte si shumë besimtar sot, si shumë prej njerëz sot. Dëshiron që Perëndia të na përdorë, por nuk duam të heqim dorë nga mëkatet që na pëlqejnë. Kuptojmë dërimin pasanik që i vajti Jezusi. Një zemër e ndarë me Zotit dhe paras. Ky i ri tek Jezusi me një pyetje të madhe, çfarë duhet të bëj për të pasur jetën e përjetshme? Dhe Jezusi i tha, po shit gjithçka edhe më ndiq. Dhe ai u largoi trishtuar. Sepse zemra e tij ishte e ndarë. Ai donte qiellin, por nuk mund të hiqte dorë nga toka. Sa shpesh ndodh kjo gjë me ne? Duam të jemi besimtar të mirë, por nuk jemi gati të heqim dorë nga pasuria, nga krenaria, nga kënaqësia e kësaj botës. E marrim mend e veprat Anania dhe Safira dëshiruan të duken shpirtëror, por zemra ishte diku tjetër. Ky qift në veprat e apostëve doni që t'i jepin një përshtypje të mirë. Ata shitën pronën e tyre dhe pretenduan se dhuruan gjithçka për kishën. Por në vërtet ata mbajtën një pjesë për veten e tyre. Hipokrizia lind nga zemra e dyfisht. Ndodh një lloj sot. Kur bëjmë sigurim të devotshëm, por jemi të përqendruar te vetja në fakt, dhe te lavdia personale. Të jesh i ndershëm është më mirë se sa të jesh shpirtëror me gënjeshtër. Edhe apostulli Paul ftoi me këtë. Ai në Roma ka 7 shkruan, të mirën që dua nuk e bëj, por të keqen që nuk dua e bëj. Ka një luftë në mendjen time. Edhe i ndjeu këtë tension dhe këtë rrezik dhe këtë betejë brenda vetes. Dëshira për të ndjekur Perëndin ishte aty, por edhe mëkati e triqte. Kjo është betejë e përditshme që shumë prej nesh e përjetojnë. Po si të largojmë përgëllësinë? Dhe të jetojmë me një mendje të përqendruar te Zoti. Do të desha të shikonin së bashku disa gjëra. Po së pari të përcaktojmë problemin. Le të pyesim veten, çfarë po na ndan nga një marrëdhënie e plotë me Zotin? A është një mëkat? A është një zakon i keq? Një lidhje dëmshme? Një stil jete që nuk e nderon Perëndin? Përcakto problemin. Psalmi 139 thotë, më heto, o Zot, dhe një zemrën time. Pa njohur problemin, nuk mund të ta zgjidhësh. Dhe për ta kapëcyer, duhet të jesh i ndershëm dhe të kesh vullnet për ndryshim. Një problem tjetër janë shpërqendrimet. Shumë herë nuk është se ne nuk e duam Zotin, po thjesht ka kaq shumë zëra që na shpërqendrojnë. Kemi televizionet, rrjetet sociale, njerëzit negativ, kemi shoqërinë jo të krishterë, rutina e jetës që kalojmë pa Zotin. Shpërqendrimet duhet shkatërruar në themel. Janë ato të cilat po na mbajnë larg nga marrëdhënia me Perëndin. Dhe ato janë disa mjetet që djalli i përdor për të na mbajtur larg Zotit. Nëse kuptoni që diçka ju mban larg Perëndis, ju mund ta zvendçoni atë. Atë diçka, zvendçoni me leximin e Biblës, me lutjen. Me mësime përmendesh nga Bibla. Ndoshta me këngë, nga psalmet.
Sepse mendja jonë duhet të përqendrohet te Zoti, edhe larg gjërave që na shpërqendrojnë. Psalmi 19 vargu 14 thotë: fjalët e gojës sime dhe meditimi i zemrës sime le të jenë të pranueshme në sytë tua, Zot, forca ime dhe shpëtimtari im. Vini re se psalmisti thotë fjalë dhe meditim. Dhe kjo përfshin si veprimet e jashtme edhe mendimet tona të brendshme. Mendjen tonë. Mendimet tona nuk janë sekrete për Perëndin. Se ai i sheh. A duhet të dëshirojmë që pikërisht mendimet që ato ne kalojnë në mendje, t'i pëlqejnë Zotit. Shpërqendrimet sulmojnë mendjen tonë, ato i largojnë mendimet tona nga Perëndia. Kështu që ato duhet të shkatërrohen. Ose treti, qasja që kemi me fjalën e Zotit. Se si ne vim tek ajo, sa e përfitim atë. Pasi kemi përcaktuar problemin dhe kemi hequr shpërqendrimet, ne duhet të ushqejmë mendjen dhe zemrën tonë me të vërtetën. Edhe kjo vjen vetëm përmes fjalës së Perëndis. Dhe Psalmi 1, psalmisti vargu 2 dhe 3 shkruan: por kënaqësia e tij është në ligjin e Zotit, në ligjin e tij mediton ditë e natë. Ai do të jetë si një pemë e mbjellë pranë rrjedhave të ujit. Nuk mjafton vetëm që të vijmë dhe të lexojmë librin. Do të meditojmë të, ta përtypim, ta shijojmë dhe ta jetojmë. Ashtu si një fëmijë nuk mund të rritet, nuk e ngren një herë në javë. As ne nuk mund të rritim shpirtërisht, nëse hapim Biblën vetëm të themi të diela, apo një herë në javë, apo një herë në muaj. Nëse ushqesh çdo ditë me lajmet, me rrjetet sociale, me dëshirat e kësaj bote, por vetëm shumë pak me fjalën e Zotit, po kush do të fitojë luftën e brendshme? Pra, të bëri zakon leximin e Biblës, është një mirë që na shërben. Edhe si për 10 minuta në ditë, mund të sjellë ndryshim të madh. Lexojmë me fëmijët, lexojmë me bashkëshortin, me bashkëshorten. Lexojë vetëm ke kohë personale me Zotin dhe me fjalën e Tij. Mendo për të. Por bëj pjesë të jetës tënde. Kur e mbushim mendin me fjalën e Zotit, mendja jonë bëhet më e qëndrueshme, më e qartë dhe më e fortë. Në fund është ku apo zgjedhëm. Në Filipianët 3:13 apostulli Paul thotë: një gjë bëj, harroj ato që janë pas dhe zgjatem drejt atyre që janë para. Dhe Pauli kishte një fokus të vetëm. Ai nuk jetonte me zemër të ndarë. Ai kishte vendosur që Krishti ishte gjithçka dhe që ishte ai që kishte rëndësi. E kishte hedhur tutje çdo gjë që e shpërqendronte. Po pyetja është për cilin për ne. A jemi edhe ne duke jetuar me një mendje të vendosur apo me një zemër të ndarë? Nuk duhet lejojmë që rrethanat, mëkatet, frika apo dëshirat e kësaj bote të na lëkundin. Prandaj, mos jetoni me dy mendje. Vendos zemrën tënde plotësisht dhe besimin tënd plotësisht në tek Zoti. Dhe ai do t'u heqë me qëndrueshmëri, paqe dhe forcë. Dhe unë ftoj të gjithë, motra dhe vëllezër, të rritur fëmijë, të bëni një reflektim të thjeshtë sot. A ka diçka në jetën time që më ndan me një marrëdhënie plot me Zotin? A jam i gatshëm të lë pazit të kushtohen plotësisht atij? Ndoshta ti ende nuk je një besimtar. Ndoshta e duke menduar, a duhet të ndjej Jezus sot? Se zemra jote është e pavendosur, është koha të marrësh një vendim sot. Jezusi të fton të bëhesh fëmijë i Zotit. Ai të premton se do të falë mëkatet. Do të jetë gjithmonë me ty dhe kur nuk do të lërë vetëm. Mendo këtë. Mendo si kur je duke ecur në një rrugë që në fund të ndan në dy detë. E njëra rrugë është e drejtë dhe të çon drejt jetës.
E njëra është e gabuar dhe të çonë drejt vdekjes. Jo rrugë është dikush që ka vdekur, ndërsa në tjetër është dikush që është gjallë. Këtë do të pyetësh për ndihmë. Sigurisht nuk i besosh dhe do të pyetësh atë që është gjallë. Jezusi është gjallë. Ai të fton të ecësh në rrugën e tij. Ai vdiq të ringjallë që kushdo që beson ka i të marrë falje në mëkatet. Dhe vetëm nëpërmjet tij të ketë shpëtim. Ai do që të njohësh të vërtetën dhe të ndjekësh dritën. Sepse ai është rruga, ai është e vërteta, ai është jeta. Ndoshta sot je si vala e detit, që të çon era e të plas. Po mos qëndro me dy mendje. Zgjidh Jezusin sot. Që të kesh jetë, për jetë me të marrësh pendimin e Zotit. Zotin na përbalë.